Kino hyri e hana duke qëndruar në sinkron me kinematografit botërore vazhdon të sjell pranë publikut premiera të reja dhe filma atraktiv për të gjitha moshat dhe në të gjitha zhanret. Oraret e filmave për gjatë datave 5, 6 dhe 7 dhjetor do të jenë të përmbushur me filma nga të gjitha zhanret. Duke filluar nga sot me datë 5 dhjetor, filmi Zootopia 2 do të transmetohet me fillim nga ora 18, ndërkaq premiera e filmit horror Five Nights at Freddy's 2 do të shfaqet sonte me fillim nga ora 20. Dita e shtunë 6 dhjetor do të ketë 4 filma të ndryshëm që do të shfaqen përfshirë këto edhe një premier. Me fillim nga ora 13 do të shfaqet në ekranin gjigant të kinos filmi Zootopia 2 e do të pasohet në orën 15 me filmin Wicked for Good. Filmi shqiptar Kazerma do të shfaqet në orën 18, ndërsa nata do të përmbyllet me premierën e filmit Hamnet në ora 20. Ndërka që djela 7 dhjetori do të filloj me filmin Lilo Stitch në ora 13, filmi Zootopia 2 do të shfaqet në ora 16, filmi Five Nights at Freddy's 2 do të shfaqet në ora 18, ndërka që nata përmbyllet me filmin Luna Park me fillim nga ora 20. Premierat e reja në kino, njëra horror e tjetra histori e fuqishme e dashurisë, dhimbjes e artit që lind nga humbja, do të jenë filmat që do të mbajnë pa frymë publikun këtë vikend.